إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahu Xhalla wa Ala, ashtu siç e falenderoja i veten e tij në fillim të librit të tij kur tha: Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Po ashtu falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, ashtu siç e falenderoja i veten e tij atë kur përfundoi krijimin e qiejve dhe tokës dhe tha: Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, ai i cili krijoi qiejt, krijoi tokën, krijoi errësirën dhe krijoi dritën. Të dashur vëllezër, me falënderimin e Allahut Azza wa Jall mirësitë begatitshtohen dhe janë të panumërta, ndërsa nëse mohohen mirat e Allahut Azza wa Jall, me të vërtet Allahu Azza wa Jall huwa al-Ghaniyyul Hamid. Ai është vetë falënderuesi dhe është i pasuri dhe nuk ka nevojë për askënd. Pastaj paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e Allahut Azza wa Jall dhe të dashurin e zemrave tona, Muhammedin të birin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe besnike, mbi shokët e tij të rima, fisnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, pas falënderimit Allahut Azza wa Jall, shfrytëzoj rastin që ta falenderoj Hoxhën e nderuar për nderin dhe ftesën që na e mundsoi që t'ju drejtohemi sonde me disa këshilla dhe disa porosi. Allahu është përpjet Hoxhën, po ashtu edhe juve me Xhennetul Firdaus për nderin dhe prezencën, ku me shpresojmë se do të kalojmë çaste të bukura dhe do të përfitojmë të gjithë së bashku nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ajetet e Allahut dhe kështu me fjalët e dietarëve, të cilët kanë qenë gjeneratat e arta para nesh, ata të cilët ishin dhe janë dhe do të mbeten udhërrëfyesi tanë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, gjendemi në pragun e një muaji madhështor, një muaj të begat. Normal tash është koha dhe të gjithë xhallarët këshillojnë se si ta presim këtë musafir të madh, për shkak se ky musafir me veti do të bartë shumë begati dhe shumë mirësi dhe do të na sjellë neve shumë lumturi, për shkak se esenca e vetbërjes fars prej anës Allahut Azza wa Jall këtë muaj, agjërimin e këtij muaji nuk është etja, as kuria, po ajo më e madhe, ajo që kërkohet prej nesh vazhdimisht, ajo është devotshmëria, se si ta afrohemi neve me Allahun Xhalla wa Ala, si ti përmirësojmë neve raportet me Allahun Xhalla wa Ala. Për këtë arsye, agjërimi muajit Ramazanit, Allahu Azza wa Jalla nuk e ka bërë fare që ne ta vështirësojmë dhe të na mundon. Me ky është zotëria i muajve. Është quajtur zotëria i të gjithë muajve. Allahu Azza wa Jalla e ka përzgjedhur në mesin e të gjithë muajve dhe e dallon prej shumë muajve të tjerë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gëzohej me ardhmën e këtij muaji. Dhe besimtarët e vërtet të gjithë gëzohen me ardhjen e këtij muaji. Të gjithë mendësisë e presin për dallim nga dyftyshat
munafikët të cilët ndoshta muajin e agjerimit e kanë vetëm formalisht, për shkak se është prej turpit, agjeron prej turpit, se këtë agjerojnë edhe ai me agjeru, kurse nuk e pret këtë muaj me vullnet, me dëshirë, me kënaqësi, se vetëm atëherë arrihen frytet e këtij muaji të begat. Për këtë arsye, ne si besimtar, ne si musliman, është dashur që përgatitjen për këtë muaj ta kishim filluar më herët, ta përgatitnim zemrën tonë më herët për ardhjen e këtij muaji, që të vilen frytet e këtij muaji. Është dashur që të përgatitet muslimani shumë më herët, por asnjëherë nuk është vonë. Asnjëherë nuk është vonë. Nëse besimtari është i sinqert me Allahun Azza wa Jall dhe pendohet te Allahu Azza wa Jall dhe e lut Allahun Azza wa Jall që këtë muaj ta kalon ndryshe nga muajt e tjerë, t'ia mëson Allahu Azza wa Jall që ta shijon devotshmërinë në zemrën e tij, ta shijon imanin gjatë këtij muaji, padyshim që Allahu Azza wa Jall të sinqertit nuk i humb dhe do t'i udhëron sukses gjatë këtij muaji, edhe nëse përgatitjen e ka filluar me vonesë. Ne e dim se të parët tonë këtë muaj ndoshta e priçim me vit, prej vitit deri në vitin tjetër e priçim me gëzim dhe përgatiteshim vazhdimisht. Po së paku ajo që dash prej muslimanit të mirë dhe të devotshëm, së paku 3 muaj para Ramazanit, është dashur që ta fillon përgatitjen dhe ta ushtron nefsin, shpirtin e tij që ta pret këtë musafir të madh. Sikur se ne nëse dikush na vjen ndonjë musafir prej larg, si e fillojmë përgatitjen? Na ka lajmëruar se do të vjen, që më herët, edhe muaji Ramazanit të gjithë e dim se në muajin e 9 sipas kalendarit hijri, muaji Ramazan do të vjen. E po, kur vjen një musafir i ndershëm dhe që gëzon respekt në zemrën tonë, a e pret ato shkele shkollë, apo e pret me të gjitha ndelimet që i duhet i bëhet një musafiri. Pra shkon përgatitesh, e mbush shtëpinë me gjërat e nevojshme për ta prit një musafir. E kështu me radhë dhe kështu me radhë. E pse mos të përgatitemi ne për ardhjen e këtij muaji i cili do t'i ringjallë zemrat tona, do ta ringjallë imanin në zemrat tona. Për shkak se gjatë këtij muaji do të lexohet Kur'ani ndryshe nga muajt e tjerë. Do të adhurohet Allahu Azza wa Jall bashkërisht ndryshe nga muajt e tjerë. Që në vetë përmend edhe urtësi ky muaj, që do t'i përmendim ndoshta pika shkurtra prej urtësive të Ramazanit dhe dobive të tij shëndetësore, po edhe trupore, po edhe në aspektin e imanit dhe besimit, të gjitha këto me lejen e Allahut Azza wa Jall do t'i përmendim pika shkurtra. Të dashur vëllezër, kur vinte muaji Ramazanit, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam mësoi dhe i thonë shokëve të tij: "Qad ja'akum Ramadan", ju ka ardhur juve muaji i Ramazanit. Po e vëllezër, ka ardhur muaji i Ramazanit. Nuk ka dhe disa ditë, edhe 5-6 ditë muaji i Ramazanit është thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shahrun mubarak", një muaj i begat. Një muaj i begat. Pse? Valë për të vazhdojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të i përmend ato begatit e këtij muaji, ato mirësi e këtij muaji. Çfarë ndodh gjatë këtij muaji? Pse mësohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thonë, gjëja e parë që bëhet e vëllezër, pengesa më e madhe e njeriu, armiku më i madh i njeriu, prangoset. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prangoset djajt, shejtanët. Dhe gjithë kohës e kritikojnë shejtanin, pse nuk falë pas valla shejtani së mbledh. Pse vetë nuk vjen xhami shejtani, ata s'mund të vjen shejtani është pengesë. Këtë armiku kryesor e kemi ne, shejtani. E Allahu Azza wa Jall gjatë këtij muaji thotë, çe këtë armikun e madh, shejtani, që ti e kritikon, vazhdimisht ky nuk flet, që Allahu Azza wa Jall e fut në burg, një muaj. Që ti drejtohesh Allahut Azza wa Jall. Kthehesh te Allahu Azza wa Jall. Çfarë shansa? Ai është shejtani fajtor. Edhe pse Allahu Azza wa Jall ne na ka informuar për shejtanin, shumë na ka thënë se ai është armik i joni. Allahu Azza wa Jall thotë: "Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Shejtani, djalli, është armiku juaj. Dhe merrni për atë armik, ose merr për mik, pse morë për mik? Prandaj ditën e gjykimit, shejtani iblisit të bëjë hudbë. Sura Ibrahim Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Hudbën e iblisit." Sekret dhe thojnë, o Zot, shejtani ka falë. Gjennet nga ka pru, kush nga ka pru zjarë?
zjarën gjenin shejtani. E shejtani dhe thot, a nuk e tha Allahu Azza wa Jall se unë jam armiku juaj? Po na tha, po na tregoj, na informoj nga Kur'ani. Po tha pse më ndjekët atër mua, pse edhe pas meje? Pase Allahu Azza wa Jall tha se jam armik, pse edhe pas meje? Pse besuat? A ju kërkoj Allahu Azza wa Jall, a ju kërkoj Allahu Azza wa Jall rrugën e drejtë. Wa hadaynahu najdayn. Allahu thot ja kemi për të qartë birit të Ademit të dy rrugën. Edhe rrugën e mirë, edhe rrugën e keqe. E pastaj zemra jote, varësisht se si është ushqyer, a është ushqyer me besim, apo me iman, apo është ushqyer me dyftësi, apo është ushqyer me gjunahe, çatë rrugë e pason. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala në librin e tij Al-Fawaid, dhe kjo tregon ajo formula e shijimit të adhurimit. Pse ne nuk shijojmë adhurimin? Thotë Ibn Qayyim at-takhliyatu qabla at-tahliya. Zbrazja, pastrimi i zemrës para zbukurimit, dekorimit. Nuk ka mundësi të vendohet diçka e re pa e zhvendos atë të vjetër. Si këtu, nëse duhem të ta shkëmbejmë dhe ta ndrojmë tepihun, mundemi ta vendojmë për këtë trik, e vendojmë na, apo nuk gjatë. Ose të vendojmë mimber për mimber, mundet? S'mundet, duhet me hekët mimberin e vjetër për me vendu atë të riu. E kështu është edhe me besimin, edhe me besimin. Nëse njeriu ka pas besim të gabuar, patjetër duhet ta pastrojë një besimin e vjetër, besimin e gabuar për të hyrë imani, besimi i ri. Për këtë arsye nuk i shijojmë adhurimin, pse se na mbush me gjunahe e zemra, na është errësu me gjunahe, na ka hyrë dunja e zemrës. Thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se po shumë që ka frikë për ummetin tim është al-wahnu. Tha është wahni, tha ja Rasulullah, çka është al-wahnu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hubbu dunya wa karahiyatu al-maut. Dashuria ndaj dunjas dhe urrejtja e vdekjes. Sa më shumë zhytet dunjaja në zemër, aq më shumë ahireti për ty largohet. Takimi me Allahun, aq më shumë ti nuk e do takimin me Allahun, sa më shumë zhytet dunjaja në zemër. Sa më shumë errësohet me gjuna, ti takimin me Allahun nuk mundesh për shkak se ai xhallal xhelaluhu është i pastërti. E i pastërti duhet ta ketë takimin me të pastërtin. Nuk mundet një zemër e zhytur, e errësuar, e mbytur me gjuna, ta do të dëshiron takimin me Allahun Azza wa Jall pa pendim. Për këtë do ju vëzër pendimi është obligim nga çdo gjuna. Çdo herë që bën një gjuna e ke obligim. Allahu thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni të gjithë o ju besimtarë. Për pa besimtarin nëse do të hyrë një sta paqetër është obligim edhe ai nuk do. Allah këtu është drejtuar besimtarëve. Për çdo gjuna që bëni thotë o ju besimtarë, pendoni pse nëse doni që të shpëtoni. Edhe ky shpëtim është një shpëtim që nuk njeh humbje thotë. Se ka dallim mes falah edhe fawz në gjuhën arabe. Fawz është një fitim, ne për vërtetë fitimtar, se çka që kemi gjuhën të pasur me fjalë. Ama në gjuhën arabe falah ka kuptim tjetër. Fitim i cili pas saj nuk njeh më humbje. Nuk njeh më dështim. Kurse fawz ka mundësi njeri fiton një ndeshje të futbollit e pastaj tjetër nga humbi. Kjo është fawz. Fiton tash, humb pastaj. E me pendim, me devotshmëri, fiton edhe kur nuk njeh më humbje. Për këtë arsye thonë Ibn Qayyim, kur zemra mbushet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Li an yamtali jawfu ahadikum qayhan khayrun lahu min an yamtali shi'ran." Do të mbushet hapësira, gjoksi, një njeriu me qenë, me ndyrësirë, është më e mirë për të se sa të mbushet me poezi, me fjalë boshe. Thotë Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala tregon dhe thotë, kjo na tregon atë se zemra e njeriu, hapësira e gjoksit mbushesh ka. Nëse mbushet me parcoleta, me tregime boshe, me dituri të padobishme, pastaj kur do të vjen dituria e dobishme, do të vjen drita e Kur'anit dhe Sunetit, nuk gjet hapësirë në zemrën e tij, për shkak se është ngurcuar sikur sa ai burri, është bërë i fortë dhe nuk pit, zemra nuk pit prej njohurive të Kur'anit dhe dritës së Kur'anit, kalon të ai si musafir. Si musafiri kalon të këtë prapë të vendi vetë.
gjenë hapësirë për në ushyt, edhe kalon të dobia e Koranit, drita e Koranit nuk zemrën në gjoksin në ati vend, edhe nuk përfiton për saj fare. Prandaj është më rëndësi që njeriu para Ramazanit të pendohet, të kthehet Allahu subhanehu, ta lusë Allahu, t'ja ringjallë brendësinë e zemrës. T'ja ringjallë zemrën me iman. Që ta shijon, s'ka ku të mundson Allahu azza wa jall, që këtë agjerim ta shijon ndryshe nga agjerimi i muajit të Ramazanit të kaluar. O ju dhe ky muaj përmban në vetë mirësi të Allahut, ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani pragosu. Hapën dyert e xhenetit, të gjitha dyert e xhenetit, 8 dyert e xhenetit. Padera rahmetit të Allahut. O robi Allah, nëse tash nuk drejtohesh në Ramazan drejt Allahut, nëse tash nuk arrin faljen, prej Ramazanit, kur jashtë Ramazanit? Më tregu kur. Kurse tash Allahu ka dhënë këtë mundësi. Prandaj para tonë ishin si shans të tonë prej Allahut Ramazanit. Po dhe do gjopsi, nëse banorëve të Varrezave ju thuhet, a keni dëshirë diçka? Dëshironi diçka. Do të dëshironi vetëm një ditë prej Ramazanit. E tjerë dhe mua Allahu azza wa jall, lusim që ta mëson që ta arrijmë këtë. E mos të bëhemi, kur të bëhemi prej banorëve të Varrezave, ta dëshirojmë këtë. Atë do të jetë dësha. Tash Allahu azza wa jall ta ka mundsuar. Ndoshta në Ramazan 2026 do të agjërojmë. E shumë ishin prej vëllezërve dhe motrave tona me ne. Ramazanin e kaluar, ama tash nuk janë. Tash nuk janë. Edhe unë edhe ti nuk e dim. A do të jemi te ky Ramazan, mos do flasim për Ramazanin tjetër, që do të ai do të vjen, me ty apo pa mua? Ai do të vjen. Derisa të ekzistojë, derisa të jetë dita e fundit të Ramazanit do të vjen, ama më rëndësi është a jam unë edhe ti në atë muaj të Ramazanit. Prandaj thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbyllen dyert e xhenemit. Allahu dënimin e vetën të shprehë. Shejtani e lidhi, dyert e rahmetit i qeti, dyert e xhenemit të ndëshkimit i mbylli. Që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta krejt mundësit i ka dhënë Allah. Veç drejtoj. Veç përqendrohë zemrën tonë drejt këtij adhurimi të madh. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në këtë muaj është në natë me vlerë sa 1 muaj, 84 vjet ibadet. 84 vjet ibadet. Pastaj thot një thirrës të rënd, ya baghi al-khayri aqbil. O ti i cili e dëshiron të mirën, a e dëshiron betimin, a e dëshiron bereqetin, a e dëshiron suksesin në vitin e ardhshëm, a e dëshiron xhenetin, a e dëshiron shoqërinë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam xhenet, aqbil. Eja, tash është shans, tash është momenti. Ya baghi ash-sharri aqsir. O ti dashakeq, o ti që nxiton pa gjunave, o ti që të mashtron bukurimin e kësaj dunjaje, o ti që i dhën pas pasionit dhe epshit, aqsir, ndërprite, njëmë, tash është koha, ta ndërpresi gjunave kur? Nëse tash nuk ndërpres kur? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu azza wa jall për çdo natë liron qafa prej zjarrit të xhenemit. Për çdo natë liron qafa prej zjarrit të xhenemit. Pas një presidenti i shtetit gjatë vitit sa herë fal. Sa herë fal një ditë ka. Po Allahu subhanahu wa taala në Ramazan liron qafa prej. Amneston 30 ditë liron qafa prej xhenemit. A ku ka më duar se Allah? S'ka më duar se Allah. Wa huwa al-ghafur al-wadud. Allahu thot Kur'an në surën Buruj, wa huwa al-ghafur al-wadud. Allahu është falësi i dashur xhallal xhelal. Ai don të thotë, Allahu është nuk do të na dëshmon ne. Allahu azza wa jalla për ne ka dhënë benefite. Gjatë vitit sa benefite i dim na, që i dim. Sa dim sa jemi informuar për ato benefite, ditën e Arafatit, ditën e Ashuras, ditët e tjera, ha? Allahu azza wa jalla në mesin e muajit Shaban, si do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shikon të gjithë robërit e tij, të gjithë robërit e tij i shikon dhe i fal të gjithë, përveç se 2. Idhujtarit, ai që bën shirk Allah dhe ato të cilët kanë mos pajtim njëri me tjetrin. Ai që nuk i flet vallë vet, mban mëri me vllahun e vet, mban hidhri me vllahun e vet, që këto dy të Allahu azza wa jalla për lej.
I zotari ne i dhejsa të pëndohet, nëse pëndohet, nëse jo përfundon në gjenem, e këtë tjetërin dhe sa prajtohet me vllahun e vetë. Është Ramazan, e ke këtë shansë, e ke këtë mundësi, te kaloj ato i natët e kësaj dynjaje. Te kaloj ato i ndrimet e kësaj dynjaje. Vojnë Allah për atër të Allahu azza wa jalla. Pastaj e vëllezër, prej negative, ne do të atim se këtë muaj për më shumë negativ vetë. E para, prej negative në dhaja të këtij muaji të Ramazanit është se është periud stim e tregtisë profitabile. Me po tregtim në Allah në zonë. Besimtari këto shansa, këto mundësi, këto perioda kur vin, është vigilent. Kështu ishin para tonë, kështu ishin sahabët. Pra dhe e konë të Ebu Bekër e të bëjnë e fisë muaj e Recep, që thonë është muaj i birrës. E njësë njeri me pregatit vetë. Muaj Shaban, muaj i ujtjes. E shtonë dozën të adhurimit, të leximit të Kur'anit, mua fu sa më shumë pregatit, për Ramazan. E muaj Ramazan, muaj i kohës. Për një muaj ne duhemi vllazëri për një muaj edhe të vjedh, edhe të turistit, edhe të kohës. Ja pak më saktë. Për qatë në ditën e parë të Ramazanit mos na folë vllazë. Da i kemi marrë për Rom, pse? S'kemi agjëruar gjatë vitit asnjëherë. Kush kemi agjëruar gjatë vitit? Çfarë? Shumica nuk agjërojnë gjatë vitit. Shumica nuk falin namazate. Ndaj dyre qatë, pastaj në taravih, mami pak të zgjasë si namaz të pjesa e Maqedonisë në ato, ku jemi ne. E zgjatin një jetë, ka njerë kërshillat, nesër mos e zgjasësh. Se gjysa xhamatit shkon, se si ka përgatit vetën në adhurim to. Kush kemi falin namazate? Me shëndru për Allah, një batet në adhurim. Eshtu me radhë, sadaka, në atë vjetë, sa japim në sadaka. Pastaj kur ti kërkoj, kur të dojnë asë është me dhon sadaka në Ramazan. Të vjetë s'ke se pësuti me dhon tash Ramazan do më. Pra dhe do ishte pregatitja, më pregatit. Kretë adhurimet, lehtësohen. Allahu dhe kërë në ledhina amenu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ojë të cilët me një presuar. Atë që të regoj juve për një tregti, tregti jetë dënjasë, po tregti e cila me shpëton juve nga dënimi i dhemshëm, të Allahu azza wa jalla. Tu'minune billahi wa rasulihi, të besoni në Allah azza wa jalla, dhe të besoni në të dërguarin Allah, dhe të bëni gjihad në rrugën e Allahut azza wa jalla. Gjihadi i vllazëri nuk është vetëm gjihadi me kusht, dhe jo me thosë vetëm gjihadi, kur përmendet gjihad veç me vrarje me vetë. Bile i përkajnë me thotë gjihadi ma i madhë është gjihadi nëfës. Me boj lutë me nëfësin tonë, me shpirtin tonë. Pse që me armiku dhe është asbje kur me boj lutë. Gjatë jetës tonë. A me nëfësin tonë. Shdo se konë, që të ashtë. Njëri. Gjatë të folë këtu, dhe të me boj gjihad me nëfësin. Pse? Se vjen shëjtonë të përzimë. Masha Allah, të në tonë, kështonë. Ha? Gjihad që në jo është lutë, të është me boj gjihad me nëfësin. Qëtu? Për këtë të Allahu azza wa jalla të bëni gjihad në rrugën e Allahut azza wa jalla me pasurinë tuaj. Në e shpenzu, ku ka nevojë? Me trupat tuaj, në lloje të ndryshme. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mirë për ju, nëse ju jeni për atyre të cilët e dini dhe e kuptoni. Po e vëllezër, Allahu azza wa jalla në fund të ajetit të agjerimit na thot la'allakum tashkurun. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allahu ma jalimin ayatin inshallah. Për të lehtësuar ju për të bërë. Wa lidukmilu al-idda, ta kompletoni ditën e agjerimit. 29 apo 30 ditë të agjerimit ti kompletoj. Pastaj çka ta madhëroni Allahu në ditën e Bajramit. Wa lidukabbiru Allaha ala ma hadakum. Për atë që Allahu azza ju uzoi, wa la'allakum tashkurun. Dhe që të tregoheni një falënderim. O e vëllezër, do të tregojmë falënderim për arritin e këtij muaji. Ndaj Allahut subhanehu. Shumë falënderim. Shumë është me pregatit vetën me falënderim dhe me mirënjohje ndaj Allahut azza wa jalla. Kjo është pregatia e parë. E dyta e vëllezër, pregatia e mëdha e këtij muaji Ramazanit është që Allahu azza wa jalla ka zbritur Kur'anin këtë muaj. A nuk është kjo pregatia e veçantë? Po jo vetëm Kur'anin, të gjithë librat e shenjtë të Allahut që ka zbritur Ramazan. Edhe është tush nga Ibrahimi.
ka zbrit në Ramazan, edhe Teurati ka zbrit në Ramazan, edhe Injili ka zbrit në Ramazan. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Zeburi ka zbrit në Ramazan, edhe Kurani në 94 në Ramazan. Vetëm ku është dallimi mes këtyre? Këto i kanë zbrit pejgamberët e Allahut komplet me një herë. Teurati ka zbrit Injili komplet, Fetusha e Ibrahim ka zbrit komplet me një herë. Injili ashtu, Zeburi ashtu. E Kurani në 94 ka zbrit prej Lawhil Mahfuz, libri i Allahut Azza wa Jall, e ka zbrit Allahu Azza wa Jall në qiellin më të afërt të dunjas, në vendin quajtur Beitul Izza. E pastaj shtëpia e krenarisë. E pastaj Allahu Azza wa Jall prej aty gradualisht sipas nevojës ja ka zbrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Këtë muaj doza e Kur'anit duhet të shtohet. Është shumë e turpshme në mundësni 30 vjet, 40 vjet njeriu më u fal. 40 vjet ose 20-30 vjet është në sunet. Edhe me shku të Allahu Azza wa Jall pa ditë me lexu Kur'anin. Shumë është turpshme, shumë është turpshme. Kësë gjendë gjeneratët e para, ma hershme. Ata kanë pas një kontakt lidhje të fortë me librin e Allahut Azza wa Jall. Për shkak se Allahu thotë mirë, ato më recet gjatë jetës. Ato një beka, ato pasuri, ato evlat hajri, familje të hajri, të shëndoshë. Allahu thotë, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ky është një libër të cilin ty ta shpallëm, ta zbritëm, mubarakun, i begat, begati në veti, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, që ti meditojnë Allahu Azza wa Jall ajetet në Kur'an dhe të marrin mësim ata të cilët i kanë mendjet e shëndosha. Veri fëmijët në xhami të mësojnë Kur'an. Veri rinjin afroj të xhamis. Mos dini në Kur'an, tash në Ramazan mundesh me çu. Se shfaqet ai që si mund të stinjë zonë, do të thosh ta bëj hatme tash me një këtë Ramazan, çetë të bëj hatme inshallah. Ama tash ka bëj mësu. Sa me nisë me lezu për 4 javë, ka mundësi me e mësu, nëse shtrëngohet gjatë këtij muaji, dhe aktivizohet. Prandaj gjendja parë tonë, gjendja atyre në Kur'anin dhe Ramazanit ishte ndryshe nga gjendja jote. Kishte në atyre që e bëshin hatme në Kur'an, si që përmendim Ibn Rajebi, rahimullah, hatë Kur'anin e bëshin komplet prej fillimi, deri në fund për 7 ditë, disa për 10 ditë, disa për 3 ditë. Imam Shafiu jashtë namazit. Dhe Rajebi përmen, jashtë namazit, 60 hatme në Ramazan. U flasë për namazit. 2 hatme në ditë, për 30 ditë, sa 60 hatme. Kështu ishte gjendja e parë tonë në Kur'an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një harf me 3 shpërblej. Pastaj kjo është dëshmia jote në varr. Allahu Azza wa Jalla dikoi pyetjet e varrit, hadithin e Bara ibn Azib e gjatë. Kur tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shokë në ndaljet e varrit, e pastaj tregon gjendjen si me lekët me amar shpirtin njeriu, e pastaj kur mbrit në pyetjet e varrit. Që pyesin me lekët Mukiri dhe Nekiri në varr. Çfarë thonë? Kush është Zoti jot? Ma e nuk këtë kështu s'ju. Ato vinë trishtushë, thotë me Ademi sallallahu alaihi wasallam, kur vinë ato vinë me trishtim të masaqe dhe tokën e qajtë me dojtë të tërë, kur vinë. Ka arë në transferime. Kur e pysin kush e Zoti jot, besimtari i mirë që ka besu Allah në dënja, ka lezu Kur'anin në dënja, thotë, Allah, o ma ju dërik. Me afton të edhe, ka kene pa ato kërkojmë test, në shkollë. Thotë, e kemi pyetje aty, edhe thotë, nuk në afton me që më kohë se jo, si do mështë ato pytit me shkrim. Thotë, bjene dhe argument. Da, për kemë mësu fakultet, për këshme provim me shkrim, nuk në afton të vetëm po edhe jo. E apon të, udhkurha ma atëri, përmende përgjigjen e sa, ama me argument. Edhe ato dojnë argument. Thotë, këta e diti se Allah është të tjot, kara, tu kita Allah. Edhe zova librin Allah. Ti të se kene që kur librin Allah. Ka argumentin, Zoti, ka ndaj, pregaditur para se me shkuati. Kush është pejgamberi jot? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
ka e dite? Qara'tu kitab Allah. Besimtari këtë lexova librin e Allahut. Muhammedun Rasulullah, surën Fath, a e kemi lexuar? Muhamedi është dërguari i Allahut. Cila është feja jote Islami? O ma yudrik, ka e dite? Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja te Allahu azza wa jalla është Islami. A që ka lexuar Kur'anin, i di përgjigjet. Pa që se ka lexuar, i ka të marrë përgjigjet. S'ka dështon në përgjigjet e tia. Prandaj vëllezëri, mos e neglizhoni këtë libër të bekat, që të mos tash në Ramazan, pregatitje. Kjo është para pregatitja. Për një Ramazan të suksesshëm duhet Kur'an. S'ka Ramazan pa Kur'an. Shka se ky është muaj i Kur'anit. Prandaj pastaj vazhdon me votë pregative e treta. Pregative të këtij muaji është se agjerimi i këtij muaji është sebeb për shtyrjen e gjunave. Allahu shënon gjithë gjunafe. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai cili agjeron muajin e Ramazanit me besim. Çka me besim? Me besim se Allahu ka bërë farz. Me bindje, nuk e urrejnë muajin e agjerimit. A dhe një përvjet muaj hapë tash, muaj e për Ramazanit. Me që këtë muaj e për Ramazanit, gjënare të shtyri. Runa sot, është edhe besim shumë e madh për besimin e tij. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron në Ramazan me besim, pra se Allahu e ka bërë farz, duke mos u urrejtur të adhurim, wa ihtisab, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut azza wa jall, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ishtin të gjitha gjunave. Çka ka bërë më herë? E sa i dështuar vëllezër është ai i cili Allahu nuk ja fal gjunahet të mua. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkruar për poshtrim ndaj këtij njeriu. Transmeton Enes ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu hadithin transmeton Imam Buhari dhe Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala thotë hadithi është i vërtetë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gjit një ditë në minber në shkallën e parë dhe tha amin. Në shkallën e dytë tha amin. Në shkallën e tretë tha amin. Pas e përfundur rrugën e pyet në shokët e vet. Dhe ka nërë shkua sot pam diçka të veçantë që ma herët nuk i ke popër ke hypë në minber. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma erdhi Gjibrili alayhis salam dhe më tha, të Gjibrili po, tha Gjibrili alayhis salam, i poshtruar qoftë ai njeri i cili o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur ti përmendesh në mesin e tyre, ata nuk të dërgojnë salavat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin. Meleku Gjibril lutet, meleku më i dalluar lutet, pejgamberi më i dalluar thot amin o Zot pranoj. A ka mundësi më të përshtypje dua? Se refuzoi. Në shkallën e dytë tha, kur në gjitha shkallën e dytë, tha Gjibrili alayhis salam, i poshtruar qoftë ai njeri, apo i poshtruar unga, apo i dështuar qoftë ai njeri, i cili ja rrit prindërit e tij i gjallë, dhe nuk arrin që të futet në xhennet. E pamirësinë e tyre nuk arrin të futet në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin, o Zot pranoj. Në shkallën e tretë përsëri tha amin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Gjibrili alayhis salam, erdhi dhe më tha o Muhammed, i poshtruar qoftë ai njeri, kjo është ajo brenda, i cili e arrin në Ramazanin, agjerimin dhe nuk arrin që t'i shkryhen gjunahet e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin, o Zot pranoj. Këtë arsye thoshin se vetë as sikur ta dim, kujt e ka pranuar Allahu agjerimin që të shkojnë tash budjeri dhe t'ja udhojnë. Kurse sikur ta dim, kujt Allahu azza wa jalla nuk ja ka pranuar agjerimin që të shkojmë ta ngushëllojmë dhe të lutemi që muaj të arrijë vitin tjetër muaj e agjerimit. Allah na i falë të gjithë gjunave. Allah në mësë të arrijë këtë agjerim. Ta presim ashtu si duhet. Pastaj o vëllezër e katërta me ja kalu të arritja e agjerimit, unë është me ja të kalu shpërblimin të shahidit. Me u fut xhennet para shahidit. Allahu akbar.
Ju dini se shahidi çfarë vlerë ka. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pikën e parë të xhaput i shtyen gjithë gjunat. Me pikën e parë që i vjen dot, gjithë gjunat Allahu subhanahu wa taala. Gjithë gabimet e fal. E me arritjen e xhenemit, me u futin në xhenet para dikujt që ka vdekur shahid. Shembull, unë edhe një vëlla musliman në të njëjtën gjenerat kemi jetu bashkarisht. Kemi adhuru Allahu bashkarisht. Ai ka qenë më i të gjithë se unë. Ma shumë ka adhuru Allahu se unë. Bile, ka ra shahid në luftë për Allah. Unë kam jetuar pas ati edhe një vjet kam jetuar pas ati, e kam arrit agjerimin dhe kam falë namaz dhe jam fund xhenet para ati. Transmetoni Ibn Hibani, rahimahullahu ta'ala, në sahihun e tij. Sheikh Albani, rahimahullahu ta'ala, në këtë hadith është i vërtetë. Thot transmeton te Abu Talha, radhiyallahu ta'ala. Thot erdhën dy burra të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pranuan Islamin të dy në të njëjtën kohë bashkërisht. Njëri prej tyre ishte më i vërtetë, më shumë adhuronte Allah. Bile dolin në një ekspedit ushtarake me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u pyet ra shahid në luftë. Ky tjetri thot jetoi edhe një vjet pas atij. E pastaj ndroi. Thotë u talha i bashkë në ëndër. Sigur punë dhe ta të dy të dera e xhenetit. Dol një melek prej brenda xhenetit dhe i dha leje me u fut në xhenet së pari, ati i cili ndroi jetë një vjet më vonë se sa ai i cili ra shahid luftët për Allah. Pastaj dul prap i dhash shahidit leje më fut në xhenet, e pastaj dul së drejti dhe më tha mu, shko ktheu se ti ke ende për me jetu. Abu Talha hajde ishte gjallë. S'kish droje, ta ti ke ende për me jetu. U zhua Abu Talha në mëngjes dhe po fillon me u atregu ëndrën njerëzve me dine, krejt që ditën. Askujt nuk ka ndarë me ndarë dikush më fut në xhenet para shahidit. Derisa atë i lajmi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni pas një momente. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çka ka për të çuditur këtu? Tani Rasulullah shahid. Ky ma pak i vëdëçi. Ai plus shahid. Ky më fut në xhenet në para. Apo sa për të çuditur asnjë zemër. A nuk është që ky e arriti edhe një muaj të agjerimit, edhe një Ramazan, plus, apo ja që, a nuk është që ky fali namaz edhe një vjet, plus, apo ja që, sa së ishte ka po gjatë këti vjet, plus më shumë saj, plus një Ramazan, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes tyre, largësia është sa largësia mes qiellit edhe tokës, në xhenet. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Umamës i tha, kur i thonë të ja Rasulullah, lutë Allah në shahid në luftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Zot shpëtoj dhe kthej me prej lufte, me fitim lufte. 3 herë shkoi Ebu Umame me lutë pejgamberin Allahu që më ra shahid, pejgamberi tha, o Zot shpëtoj dhe kthej me prej lufte. 4 herë ta shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ka marr 2-3 herë, ka thotë lutë Allahu më ra shahid, ti më thotë o Zot shpëtoj dhe kthej me prej lufte, fitim lufte. Tha të ja Rasulullah, të regon një vepër që të mësoj prej ty, dhe Allahu dhe të bënd të bëj me atë vepër. A ti një shka i tha, pasni? Kjo për agjerimit në fide, mësë të ashme për farës. Tha, alike bisomi, fe innahu la mithla lahu. Përmbaju agjerimit, nga se nuk ka adhurim të ngjashëm që i përngjason agjerimit në shpërblim. A i lutë për shahidët, pejgamberi thot agjero. A i lutë për shahidët, pejgamberi thot agjero. Nga se sikur se agjerimin nuk ka. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu azza wa jalla hadithin qudsi, kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit. Innahu li, thot Allah. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Allahu për 2 adhurime vazhdimisht shpërblet pa kufi. 2 adhurime. Cila është e para? Sabri, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu thotë të rindarë me shpërblimin pa kufi. Pa hesab dhe agjerimi.
Për këto s'ka. Çdo vepër prej 10 deri në 700 e të lartë, e të agjerimi s'është këtu. Të agjerimi sa është kufini. Allahu a'lam. Allahu e di. Pse kanë thënë cila është përsia? Për shkak se askush nuk është adhuruar me agjerim. As me idhull. Askush ka drejt 20 cakë vllazni për gurin dhe për trunin pa bukë edhe pa ujë i unë. Se vanë me historia. Përveç se besimtarët për hir të Allahut azza wa jalla. Ti vetëm në thonë, askush nuk qenë. Nuk e qenë, edhe nuk hanë, nuk kipin, edhe e frenon nefsin tonë, i frenon sytë tua, e frenon shumën tonë dhe prej fjalëve të këqija. Normal që Allah është nuk e pa kufi. Për këtë arsye, tha, transmetuesi tregon pastaj për këtë hadithot, prandaj Abu Umamja, radhiyallahu ta'ala al-Bahili, gruaja e tij dhe shërtori i tij nuk shifeshin vetëm se duke agjeruar. Nëse shifshin se është des zjarë të shtëpia e tyre, e dini se u ka ardhur një musafir, por ndryshe çdo ditë ishin agjeruar. Prej kësaj dite, çdo ditë gati se ishin agjeruar. Duke atë vlerën këtij adhurimi të madh. Pastaj e vëllezër dhe pak edhe e përfundojmë, thamë hapen 8 dyert e xhennetit dhe mbyllen dyert e xhenemit. Kjo, kur do kjo? Natën e parë të Ramazanit. Natën e parë të Ramazanit që ka një burg, dyert e xhennetit qiten, dyert e xhenemit, mbyllen kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vëllezër e gjashta falja e taravih, begatri është në vetë, dhe namazit të natës me xhamat. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tre hadithe kanë. Man sama Ramadan, kush agjeron Ramazan, kush e fal taravih, ose namazin e natës, edhe natën e katërt, kush fal natën e katërt namaz. Çdo tre hadithe për agjerimin e mëve e shumë të rëndë. Thotë kush fal namazin e taravih apo namazin e natës. Namazin e taravih vllazëri nuk ka dallim me namazin e natës. Vetëm se kjo falet në fillim natës, ti kush e fal në fillim natës, me një pas jatis, e ti kush e fal ka pjesa e mesit apo e fundit e natës. Prej është namaz natë, prej namaz të akşamit, deri para sabahut, prej namaz të cis, deri namaz sabahut, krejt është namaz natë. Thotë pejgamberi kush e fal? Me besim. Sa Allahu ka dhënë sunet, këtë adhurim. Edhe duke shpresuar në shpërblimin e tij, i shtiren të gjitha gjunaat. A do më dhe vetëm jo vetëm tash. Kush qëndron thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Abu Dharr. Kush qëndron me imamin deri në fund të fal taravih. Nuk del për xhamë. Ka dhe një, ka dhe çfarë? Një kafe, një cigare, ai që del një cigare ta pije e interpretat ashtu shpërblimin. Do të thotë kush e fillon me imamin, edhe e përfundon me imamin. Nuk del të acertojë. Përveç se nëse ka nevojë fiziologjike, ama e për doa, sa e haram. Për atë e unë shpërlim. Thotë i shkruhet sikur ka bërë tanë natën adhurim, gjithë natën adhurim. Po valla unë kam qenë me vitin ta fali vetë në fund natës, s'ka problem. Mundesh ose fali me imamin, edhe pastaj mundesh me fal namaz natë nëse do. Nuk fal vitin, po. Vitin la u dra me fitete. Thotë se s'ka 2 vitra me një natë, nuk lejohet 2 me fal vitin. Ose po, kur imami është në recatin e 3 të vitrit, për me përfunduar namazin, ti do që me fal pastaj vitin shabën, çohesh e fal edhe një recat, plus, e bën tek. Me një namaz natë, një namaz vitrit, e pastaj e fal vetë vitrit më vonë. Ama mos ti me imamin, që të shkruaj Allahu azza wa jalla, sikur e ka dhëruar Allahu të natë. Përshqinë benefitet e Ramazanit të ta jashtë Ramazanit një bëjmë. Kur e bëjmë, kur i marim të benefite? Krejt në Ramazanit. Që me dalë, i pastër prej gjunave, gati dhe me thonë si përsa ati që ka një dëmë. Përveç nëse ke gjunave të dhaja, do shme po të uve. Vendim që gjunave të dhaja, dojë vendim të sinqer prej atyre gjunave. Pastaj, previative të dhaja të muaj është një natë me flerë, nata e katërit. Vllazni, zërmeri shkafat Imam Kurtubiu, rahimahullahu ta'ala, njeriu që shkruaj adhurues i Allahut më herët, është tash me adhuru Allahun 84 vjet. Një muaj.
Sa është dashur me marrë emrin e të gjithë epitetin të Allah adhurues, 84.000. E Allah Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i adham e natë. Lejlatul Qadri khayrun min alfi shahr. Nata e Kadrit më me vlerë se sa 1000 muaj. Transmeton Abdullah ibn Mesudi, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për një njeri të Banu Israilve, i cili e kishte vesh teshën e luftës pa cilin luftë për Allah. A dini sa? 1000 muaj. 84 vjet. Sahabët u çuditën, ta mos u çuditni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju ka gratu me një natë më shumë se 84 vjet ibadet. Ne kemi jetën e shkurtër vllazërin. Pejgamberi sot me 60 vjet i pakisë të kalojë prej umetit ka benefitet i kemi të mëdha. Allahu shumë shpërblime na ka dhënë. Fa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni populli i umetit më i mirë, më i dalluar që kemi dalë në mesin e njerëzve. Një natë sa 1000 muaj. E thotë pejgamberi, kush e fal natën e Kadrit, namaz natë, çndron, e zenat natë me adhurim. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Përsëri Allahu ja shtit të gjitha gjunat që ka marrë. Po kur është nata e Kadrit? Te ne e njohme fiks 27. Në sunet nuk është fiks 27. Thotë pejgamberi, kërkoni në veçin e fundit. E sidomos në natën tek. Ama i vëtej një rahimullah që thotë, nëse muj është e 29, si tash, atërës kërkoni në natën tek më shpresus më është. Ama nëse është me 30, atërë në natën qitë. Qërë që? Të dhe ditët e fundit kërkoj e me lejnë Allah të zhujët, pa të shqip duke humbë vlerën e saj natë. Pastaj, çka preferohet, çka dua preferohet? Gjatë natës Kadrit. Çka do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka Aisha? Çka i tha? Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. O Zoti e falës, ne preferojmë o Zoti e falës. Ama ky emri afu është më shumë se sa vetë falës. E di çfarë do të thonë afu? O Zot, shtyje gjunarin, ama e dha ndikimin e gjunarit sikur s'ka ndodhur hiç atë gjuna, s'ka qenë. Se ka thurë me ta falë Allah gjunahon, ka mund që ta falë, ama ajo është registru, ekziston si gjuna. Pejgamberi mësoi Aishën i tha, bone që këtë dua, o Zot, shtyje gjunarin sikur s'ka qenë hiç. Ti e do falje, fa'fu anni, o falë. Isma Allah gjithë të falë. Me këtë muaj, prej natën e parë. Krejtë Allah të nërënë për gjenemi. Dhe të nërënë prej gjenetlive. Edhe e fundit ta, umra Ramazan, prevelative në vajet të muaj, umra Ramazan, sa e ka shkutimi? Me bon një umre të shkë Ramazan. Sa një haqë. Bile. Thot me Ramazan, si haqë me mua, me një transmeti. Shkush me poshke shkush haqë me pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Ka mundësi shkoj e tash në numre leqituje, e ka marrë këtë shpërblim të madh të muajit të Ramazanit. Pastaj vëllezër, edhe kjo është pika më e fundit, agjeruesi duaja nuk i refuzohet. Agjeruesi duaja nuk i refuzohet. Me nësam, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 nuk i refuzohet kur duaja. E para, prisi i drejtë, një imam i drejtë. Prisi të drejtë, Allahu se refuzon dua. E dyta thot, as-saimu hatta yuftir. Agjeruesi deri sa të bën iftar. Pra gjithë ditën, agjeruesi prej në mëngjes, deri në mbrëmje, kur i lutet Allahu azza wa jalla, Allahu se refuzon duan dhe da'watul mazlum. Ati i cili është bërë pa drejtësi. Kush ka bo zullum dikujt, ai që lutet kundra ati, Allahu nuk ja refuzon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ngrit lutjen e tij. Mire i hapën dyert e qiellit. E pastaj Allahu i thot, la ansurannaka wa law ba'da hin. Kam për të të ndihmuar, qof edhe pas një kohë. Andaj shpejtoni, kush ka bërë dikujt pa drejtësi, kërkoni hallat këtu, në këtë dunja, para se të bëhet vonë të vjen
dëshkimi prej Allahut Azza wa Jall. E urtësit janë të shumta, për tyre njëra për tyre urtësit e agjerimit, për tyre është natë të hushmërit, kjo është esenca, baza e urtësive të agjerimit. Pastaj vëllezër e barazon fukarajnë me të pasurit. Agjerimi është një fukarallëk i detyruar për të pasurit. Fukarallëk i detyruar. Allah e detyron. Se e di kur ja di njëri tjetrit kur jemi baraz në ndjenja. Kur ta shihesh ti pak mundësin, kur ta shihesh ti pak etjen. Atë ja dinë të fukaraj. Që gjithë jetën është fukara. Ose që gjithë kohës është edhe fillon, edhe ndihmon. Prejutive është adhurimi Allahut bashkërisht. Kjo na tregon se kështu do të funksionojmë si shoqëri të bashkuar, jo të ndarë, jo të përçarë. Agjerimi na bashkon xhamin, na bashkon iftar, na bashkon sufit. Kjo tregon se kështu do të funksionojmë si shoqëri. Jo të ndarë, jo të përçarë, nga sa Allahu nuk I don ata të cilët përçahen edhe ndahen. E shkolla e agjerimit është shumë e madhe, shumë shkolla ka, shumë mësime ka brenda asaj shkolle. Mirë po, lutim Allahun Azza wa Jall që shpresoj se me këto fjalë që I tham do të jenë të nevojshme dhe të dobishme së pari për mua, pastaj edhe për të gjithë ata të cilët e dëgjuan dhe preferohet dhe është mirë që këto mesazhe dhe porositë që I merrni nga ligjëratat e hoxhallarëve I përcjellni edhe të afërmit të juaj, të familjet e juaj, të fëmijët e juaj, e kështu me radhë të gjithë ata të cilët keni miq, I përcjellni porositë e Allahut Azza wa Jall dhe këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun Azza wa Jall që t'ju begaton, t'ju nderon, lutim Allahun Azza wa Jall që t'ju jep jetë të gjatë, ta shijoni këtë muaj të agjerimit, ta agjeroni ashtu siç kërkohet prej nesh, ta arrini devotshmërinë. Lutim Allahun Azza wa Jall që edhe shumë Ramazane të tjerë, Allahu Azza wa Jall na mundson që t'i arrim dhe t'i shijojmë. Lutim Allahun Azza wa Jall që çafat tona prej zjarrit të xhenemit t'i lirojmë. Vëllezër muslimanë tani kanë votës me fitore të kësot, të përgosurit të liron, të përgosurit pa fajk Allahu Azza wa Jall në familjet e tyre, rahat e shëndosh t'i kthen, të thekurit Allahu Azza wa Jall t'i mëshiron, të sëmurët Allahu Azza wa Jall t'i shëron. Edhe njëherë Allahu I shpërblet Hoxhën edhe juve të gjithë vëllezërve të cilët ishit prezente, atë të cilët nuk janë prezent. Allahu Azza wa Jall I shpërblet me të mirat e tij, me xhennetul firdaus I gëzoft në shoqërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij Bekrit, Omerit, Osmanit dhe Alit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi.